Do të shkojmë në këtë çast me një deklaratë të Risa Xhixhos nga Kryesia e Kuvendit. Flas për barelat, deri tek barelat kërkoheshin nga QSUT-ja, gjithashtu shtrat operator apo aparat anestezie e 10 pajisje të tjera, pa të cilat nuk mund garantohet trajtimi normal i pacientëve. Është ronditës fakti që për pajisjet që u shërbejnë mira pacientëve, shteti nuk gjeti të paktën 3 milion euro, kjo është kostoja e kësaj liste, 3 milion euro. Dhe shteti nuk gjeti para për të përmbushur të gjitha nevojat që ka QSUT-ja. Por, padyshim që gjeti lek për një koncert privat, 4,2 milion euro, të marra nga fondi emergjencave me një akt normativ. Të nderuar qytetar, akti normativ është instrument i jashtëzakonshëm që kushtetuta e parashikon vetëm në 2 raste, në rast nevoje ose në rast urgjence, kjo sipas parashikimit të nenin 101 të kushtetutës. Dhe fondi rezervave përdoret në raste emergjence, siç mund të jenë zjarret, siç mund të jetë tërmeti, pandemia apo raste ku rrezikohet jeta e qytetarëve. Ndërkohë, ky akt antikushtetues u përdor për të financuar një koncert privat, ndërsa pacientët presin ilaçe, pajisje dhe trajtime. Sepse për këtë qeveri spektakli vlen më shumë se jeta e qytetarëve. Skandali tjetër është fakti se sot jo vetëm që kjo listë është zhdukur nga faqja zyrtare e QSUT-s, por jam shirë dhe kërkesat të tjera të publikuara më parë. Mungesat nuk janë plotësuar dhe ky është një mashtrim i madh. Po ju them një rast, brakiterapia, e cila nuk është ende në QSUT dhe më lejoni të kujtoj kërkesën apo deklaratën e Ministrës Shëndetësisë që deklaroi publikisht që brenda vitit 2026 ne do të mund të kemi një brakiterapi, një pajisje jetike për luftën e grave dhe vajzave në kancerin ginekologjik. Dhe mos flas zë për gjitha kërkesat e publikuara, të cilat absolutisht nuk janë plotësuar. Kjo listë kërkesash në fakt vërtetoi atë që kemi thënë prej kohësh, situatën alarmante ku ndodhet sistemi shëndetësor, i cili ka buxhetin më të ulët në rajon, 2,9% të prodhimit të brendshëm bruto. Në Shqipëri sot mungon PET scan, mungojnë barelat, mungojnë medikamentet jetike si lomustina, për cilën pacientët me kancer detyrojnë të paguajnë deri 800 euro nga xhepi i tyre, sepse spitalet nuk i kanë. Mungojnë kondicionerët në spitalet tona dhe në këto temperatura 40 gradë, ku cëmurët detyrohen të përballojnë sëmundjen e tyre në kushte çnjerëzore. Shqipëria renditet ndër vendet me numrin më të ulët të shtretëve spitalor në Europë, sipas studimit fundit. Sistemi publik ka vetëm 8.911 shtretër ose 372 shtretër për 100.000 banor, shumë larg nga mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila ka 507 shtretër për 100.000 banor. E megjithatë, përballë këtij realiteti dramatik, qeveria nuk shpall emergjencë për shëndetësi, po emergjencë për një koncert privat. Kur kjo është gjendja në QSUT, imagjinoni se si janë spitalet rajonale, qendrat shëndetësore të fshatrave, ku mungesat janë edhe më të rënda, dhe ne kemi parë edhe në për video, dhe unë do t'ju risjell në vëmendje, në denoncime në rrjetet sociale të shumë qytetarëve. Kjo është gjendja në Berat, në spitalin e Beratit, me ventilator, sepse nuk ka kushte, nuk ka kondicioner për qytetarët në këto temperatura shumë të larta, por ka padyshim për koncertin e privat të Kanye West. Gjithashtu, në Berat, shihni tualetet si janë, në lagështirë totale. Këto janë pamje të publikuara nga qytetarët.
shihni tualetet në Berat përsëri. Gjithashtu në Dimal, vazhdoj me ventilator, me tualete gjithashtu që nuk plotësojnë asnjë kusht higienik. Këto janë realitetet e dhimbshme të spitaleve tona, por padyshim nuk ka para për spitale. Këto janë tualetet. Ja urdhon në Dimal përsëri. Kjo është gjendja dhe nëse ka një sektor ku duhet investohet në emergjencë, padyshim është sistemi shëndetësor. Gjithashtu lagështirë sërish në Dimal dhe padyshim në Lushnjë kemi parë publikime pafund të spitaleve të cilat janë në një kushte absolutisht jo normale dhe nuk plotësojnë asnjë standard për sa i takon shërbimit shëndetësor. E në këto kushte kam kërkuar si antare e Komisionit të Shëndetësisë që ky komision të zhvillojë një seancë dëgjimore me Ministrin e Shëndetësisë, drejtuesit e QSUT-s, institucionet përgjegjëse për të dhënë llogari për gjendjen reale të sistemit ton shëndetësor, për mungesën e pajisjeve, mungesën e medikamenteve dhe arsyet padyshim sepse jam fshirë nga faqja e website-it këto kërkesa vetëm për të fshirë të vërtetën e cila nuk mbulohet dot më. Pasi për këtë qeveri, propaganda ka më shumë vlerë se shëndeti, spektakli ka më shumë rëndësi se sa jeta, ndërsa qytetarët vlejnë vetëm si spektator të një shfaqje që financohet me parat e tyre. Por ka ardhur koha për llogaridhënie, ndaj do të kërkoj me vendosmëri që ministra të vijë dhe t'japi llogari për këtë situatë emergjence ku ndodhet sistemi shëndetësor. Do duhet që parat e qytetarëve të shkojnë. Kemi ndjekur kështu edhe fjalën e zonjës Erisa Xhixho në lidhje me problematikat e shëndetësisë. Ndjekim sërish fjalën e saj. Vuajnë për shkak të keqeverisjes dhe korrupsionit. Faleminderit. Ishte deklarata e zonjës Xhixho, ndërsa në këtë momente ne do të ndalemi pak tek ajo çfarë ka ndodhur